Parashikimi ditor 11 janar. Mesazhi i ditës për çdo shenjë. Energjia e 11 janarit është më e qartë dhe më e drejtpërdrejtë se ditët e fundit. Nuk është ditë për dramatizim, por për kuptim. Disa shenja do ndjejnë lehtësim, të tjera do përballen me një të vërtetë që nuk mund të shtyhet më. Ky parashikim është udhëzim për të lëvizur me vetdije dhe për të shmangur gabime të panevojshme. Dashi, energjia e ditës të shtyn të veprosh me vendosmëri, por kërkon kontroll të impulsit. Në punë, një situatë kërkon reagim të shpejtë, por jo të nxituar. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por shmang tonin e ashpër. Financiarisht, është e rëndësishme të mos marrësh vendime spontane. Emocionalisht, ndjen nevojën për të provuar veten, por mos e bëj këtë përmes konfliktit. Një bisedë e thjeshtë sjell sqarim. Nëse ruan qetësinë dhe fokusohesh te qëllimi, dita mbyllet me ndjesi kontrolli dhe përparimi të qartë. Demi, dita kërkon ritëm të qetë dhe qasje praktike ndaj çdo detyre. Në punë, përqendrimi në detaje sjell stabilitet dhe shmang gabime. Marrëdhëniet personale kërkojnë durim dhe komunikim të thjeshtë. Financiarisht, është moment i mirë për organizim dhe planifikim, jo për shpenzime të panevojshme. Emocionalisht, ndjen nevojë për siguri dhe qetësi. Një vendim i vogël personal ndihmon të ndihesh më i balancuar. Nëse nuk e detyron rrjedhën e gjërave dhe respekton ritmin tënd, dita mbyllet me ndjesi stabiliteti dhe besimi. Binjakët, mendja është aktive dhe kërkon fokus të qartë. Në punë, shmang shpërndarjen në shumë drejtime njëkohësisht. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga komunikimi i hapur dhe i qartë. Financiarisht, dita është neutrale, por kërkon maturi dhe vëmendje. Emocionalisht, ndjen nevojë për stimulim mendor dhe ide të reja. Një bisedë e papritur sjell frymëzim. Nëse organizon mendimet dhe vendos prioritetet, dita mbyllet me qartësi dhe lehtësim. Gaforja. Ndjeshmëria emocionale është më e theksuar dhe kërkon vetkontroll. Në punë, qetësia ndihmon të shmangësh tensione të panevojshme. Marrëdhëniet personale kërkojnë mirëkuptim dhe durim. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe planifikim. Emocionalisht, ke nevojë për mbështetje dhe reflektim. Një mendim i brendshëm sjell qartësi. Nëse nuk lejon që emocionet të dominojnë vendimet, dita mbyllet më e balancuar dhe më e lehtë. Luani. Kjo ditë të kërkon të përdorësh forcën personale me maturi dhe jo me imponim. Në punë, një situatë e vogël të jep mundësi të tregosh udhëheqje, por vetëm nëse dëgjon edhe mendimet e të tjerëve. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur lë menjan krenarin dhe flet hapur. Financiarisht, dita është e qëndrueshme, por jo për shpenzime emocionale. Emocionalisht, ndjen nevojën për vlerësim, por është e rëndësishme ta gjesh edhe brenda vetes. Një reagim i qetë ndryshon rrjedhën e një bisede. Nëse ruan ekuilibrin dhe nuk kërkon vëmendje me çdo kusht, dita mbyllet me ndjesi harmonie dhe vetbesimi të shëndetshëm. Virgjëresha. Energjia e ditës të shtyn të rregullosh çështje që i ke lënë pezull. Në punë, analiza e kujdesshme sjell rezultat konkret, por shmang perfeksionizmin e tepërt. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë mirëkuptim dhe më pak kritik. Financiarisht, është ditë e mirë për planifikim dhe organizim afatshkurtër. Emocionalisht, lodhja mendore shfaqet nëse merr përgjegjësi që nuk të përkasin. Vendosja e kufive sjell lehtësim. Një reflektim i qetë ndihmon të kuptosh çfarë ka vërtet rëndësi. Nëse ruan balancën dhe nuk e ngarkon veten pa arsye, dita mbyllet me qartësi dhe ndjesi qetësie të brendshme. Peshorja. Dita kërkon balancë mes dëshirave personale dhe kërkesave të jashtme. Në punë, diplomacia dhe durimi shmangin tensione të panevojshme. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti dhe vendosja e kufive të shëndetshëm.
Financiarisht është moment për rishikim shpenzimesh, jo për vendime impulsive. Emocionalisht ndjen nevojë për harmoni dhe ambient të qetë. Një zgjedhje e vogël personale sjell lehtësim. Mos i shtyp ndjenjat për të kënaqur të tjerët. Nëse ruan qartësinë dhe ekuilibrin, dita mbyllet me ndjesi stabiliteti dhe paqeje të brendshme. Akrepi. Intensiteti emocional është më i theksuar dhe kërkon vetë kontroll. Në punë, një situatë teston durimin, por reagimi i matur sjell përfitim afatshkurtër. Marrëdhëniet personale kërkojnë sinqeritet dhe zgjedhje të kujdesshme fjalësh. Financiarisht, dita nuk favorizon rrezikun, por menaxhimin e qëndrueshëm. Emocionalisht, ndjen nevojë për qartësi dhe mbyllje të një çështjeje të vjetër. Një reflektim i thellë ndihmon të çlirohesh nga tensioni. Mos u izolo, por ruaj distancë të shëndetshme. Nëse zgjedh qetësinë dhe vetë kontrollin, dita mbyllet me drejtim më të qartë dhe ndjesi stabiliteti. Shigjetari. Kjo ditë sjell nevojën për drejtim dhe kuptim më të thellë të asaj që po bën. Në punë, një ide kërkon strukturë që të japë rezultat konkret. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga sinqeriteti, por shmang premtimet e nxituara. Financiarisht, dita kërkon kujdes dhe vlerësim realist të mundësive. Emocionalisht, ndjen dëshirë për liri dhe lëvizje, por duhet ekuilibër. Një bisedë e qetë ndihmon të qartësohet një paqartësi. Mos i anashkalo detajet duke u fokusuar vetëm te qëllimi final. Nëse vepron me përgjegjësi dhe durim, dita mbyllet me ndjesi shpresë, drejtimi të saktë dhe motivim të qëndrueshëm për hapat e ardhshëm. Britsjapi. Përgjegjësitë janë në qendër të vëmendjes dhe kërkojnë organizim të mirë. Në punë, përkushtimi yt vërehet, por mos e mbingarko veten me gjithçka. Marrëdhëniet personale kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe më pak distancë emocionale. Financiarisht, dita është e favorshme për planifikim dhe rregullim detajesh. Emocionalisht, ndjen nevojë për stabilitet dhe kontroll. Një vendim praktik sjell lehtësim të menjëhershëm. Mos e mat vlerën tënde vetëm përmes arritjeve. Nëse lejon pak hapësirë për veten dhe ruan ekuilibrin mes detyrës dhe ndjesisë, dita mbyllet me ndjenjë sigurie, qartësie dhe besimi në rrugën që po ndërton gradualisht. Ujori. Dita thekson mendimin origjinal dhe nevojën për të parë gjërat ndryshe. Në punë, një ide kërkon bashkëpunim për t'u realizuar. Marrëdhëniet personale përmirësohen kur shpreh ndjenjat pa u distancuar emocionalisht. Financiarisht, shmang vendime të papritura dhe përqendrohu te stabiliteti. Emocionalisht, ndjen nevojë për hapësirë personale dhe reflektim. Një moment qetësie ndihmon të qartësohen prioritetet. Mos u shkëput plotësisht nga të tjerët, por ruaj lidhje të shëndetshme. Nëse balancon individualitetin me bashkëpunimin, dita mbyllet me ide të reja, qartësi mendore dhe ndjesi lirie të kontrolluar. Peshqit. Ndjeshmëria është më e fortë dhe kërkon vetëdije emocionale. Në punë, intuita ndihmon të shmangësh një gabim të vogël. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga empatia dhe dëgjimi i sinqert. Financiarisht, dita kërkon maturi dhe planifikim të thjeshtë. Emocionalisht, ndjen nevojë për qetësi dhe mbrojtje energjie. Një reflektim i brendshëm sjell qartësi. Mos u mbyll në mendime, por gjej mënyra të shëndetshme për shprehje. Nëse ruan ekuilibrin mes ndjenjes dhe realitetit, dita mbyllet me paqe të brendshme, qetësi dhe ndjesi drejtimi të butë. Ky ishte parashikimi ditor për 11 janar. Nëse ndjeve që një mesazh të preku, mos e anashkalo. Komento shenjën tënde. Vendos like për energji pozitive. Abonohu për parashikimet ditore. Shpërndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot.